Sot që ka ditë e bukur, plot diell. Unë jam nisur për të vajtur tek një grup fëmijësh që çoj Lea në mëngjes. Nuk më lejohet të ngjizoj atje, nuk do e kam si pjesë. Pas, sot do ikim në Covent Garden dhe do kaloj te Piccadilly Circus, që do jetë goxha vonë, do jetë ndezur dritat besoj. Se do jetë mbasdite. Sot do më shkoj gjithë dita jashta, nuk do jem fare në shtëpi. Me qënë se kemi ndim në shtëpi dhe ka kushe me ranitin. Unë dhe Lea do bredhim, do dajem vetëm mami dhe Lea. Falenderoj Zotin që ma dha një gocë. Edhe kam shoqen time forever. E mendoni do të kërtritet Lea e tjetë me kamerë duke ndikur mamin, duke bërë video mamit. Shumë gjë e bukur. Mezi po pres që të vija i moment në fakt. Nejse. Do ikim tani në tren, se do ikim te në Covent Garden. Yeah, happy baby! Do ikim të happy baby! A je happy me shku të happy baby? Hiku treni o Lea. Kemi artë të Apple-i. Bjerë iPhone-in këtu. Bjerë të rëtë zë njerëzve. Ka bleshë që i me iPhone pik në gjesit. Me zi ka prit në ardë në gjesit. Ja, prit, se kemi me emocion. Ja. Me fatura, me gjera, me gjitha. Edhe kur ta shohësh këtë videon, bëj like, comment, thuj unë jam gocari iPhone-i. Tani që mbarua me blerjen e iPhone-it. Do ikim në shtëpi? Jo, do ikim te Happy Baby. Lea donte me shku te këtë treni. Vetëm pak. Ha! You want to go there? No, please. Okay. Lea, do ikim te treni se jemi vonë. Shive treni. Dhe tani sa po arritëm në Covent Garden, ju kërkoj shumë ndjes për zërin e sotëm, por jam shumë sëmur dhe më duhet hajde të këtë video. Ka qenë dita më e keqe që kam zgjedhur të vi në Covent Garden. Lea këtu po shion të këtë performancën dhe po këndon të këngën e Elsës. Dhe thoshte mami baby girl, sepse Elsës i themi baby girl. Unë dalëm pak tek Dolce Gabbana, po kishin bërë një pop-up edhe po shpërndanin këto pins falas dhe unë zjodha këtë silverin, sepse kam shumë gjëra gold dhe thash të marrë diçka silver që ta thyej. Vendosa ta vendos që këtu, ishë shumë emocionuar, në fakt më pëlqeu shumë ajo. Papa gjyshi? No! It's nice. No. Why? Ka gifts for Leon. A që të marrim një gift? Yeah. Are you sure? Boy. You wanna go? Yeah? Do me shku? Oh, the bite. The bite of Baba Gjyshi. A ta bëj një foto me Papa Gjyshin? Po? Hec, shko me mra. No. A the po? No. Okay. A hikim pra? No. Fi Papa Gjyshit. Bye. Unë e kisha injëzuar dhe njërë tjetër një video të tillë, po kur e injëzova dia më përpara, nuk ishtin këto pop-upet e bizneseve të mëdha, pra në këtë javë që kisha vajtur për herë të dytë, ishte pop-upi Chanel, kurse në javën e parë ishte Lego, që unë luajta me Lean aty, u kënaqëm në Lego. Në fakt duhet t'ju them që jam shumë e fat që kam një fëmijë si Lea që e shijon çdo gjë, kudo që ta marr, e kam me shumë dëshirë ta marr me vete dhe më vjen keq ta lë diku nëse unë shkoj diku, sepse ajo e shijon në maksimum dhe kërkon të shohë gjëra të reja vazhdimsisht. Nejse. Gjatë festave, kjo pjesa e marketit në Covent Garden bëhet një mrekulli. Kam hyrë në një restorant dhe kam injëzuar pjesën nga lart për të treguar juve dhe ta shikoni se sa bukur që duket. Tek marketi ke gjëra të ndryshme, suvenire e të tjera. Ka lojra të ndryshme jashta. Radhën e parë ishte një humorist dhe sot ishte ky që bënte lojra cirku. Pema më e bukur në botë, Alban.
Këtë e kishim vënë këtë radhë, nuk ishte javën që shkoj, ishin babagjyshi dhe kafshët me Lego, edhe Lea po i shijonte, u fut, thyu rregullat, nuk më dëgjoi. Këtu poshtë ishin dyqanet dhe restorantet. Unë nisëm rrugës për në Leicester Square dhe rrugës doja aty ngjëzoja sepse sigurisht Londra është një magji gjatë festave dhe dua t'rregoj të gjitha pjesët e Londrës që janë pika kulminante dhe turistike. Këtu jemi në Chinatown, që jo vetëm në kohë festash, po ua sugjeroj të shkoni për gjatë gjithë vitit. Është një pjesë shumë e bukur e Londrës edhe ka ushqime aziatike. Këtu jemi në Leicester Square, këto mini marketet, këto kioskat e vogla e bëjnë një magji kur është natë. Sidomos kjo skia këtu, doja shumë futesha, po nuk mundesha se isha vetëm me Lean dhe po i ngjëzoja. E nuk kisha ku ta lija Lean nëse do futesha brenda, ose nuk do kishte kusht me ngjësonte mua po të futesha. Nëse ajo pjesa me pjekjen e marshmallows më pëlqeu shumë. Nuk mund të lija pa kapur edhe Mr. Bean, jemi rritur me të. Më bëri përshtypje kjo pjesa e Greg's që kishin bërë bashkëpunim me Wicked edhe këto lulet e bukura, më pëlqeu shumë. Ka shumë dyqane me suvenire që nëse je turist mund të futesh edhe të blesh gjëra ti kesh nga Londra. Okej, ishte edhe kjo pjesa këtu. Kjo gota më pëlqeu shumë, t'ju them drejtën, po nëse do ta blija ku do ta çoja. Ishte waste of money. Tani jemi rrugës për të ikur në shtëpi dhe i rash nga Piccadilly Circus. Ju tregoj pak edhe pjesën e qendrës që këtu unë i them New Yorku i vogël i Londrës. Po ju tregoj pak ëngjëjt, po kam bërë dhe një video posaçërisht vetëm për ëngjëjt. Besoj kam ardhur dhe më vonë në fakt. Kam ikur në shtëpi dhe kam ardhur përsëri për t'ua treguar juve se si duken natën. Të gjitha këto sakrifica i kam bërë që t'i hedh këtë video që në dhjetor, por më vjen shumë keq që nuk e pata mundësinë, kisha shumë njerëz. Rrugës për në shtëpi rash në këmbë, pak gjatë që të shikoja pak më shumë vende, dhe kalova në Carnaby Street, aty në Soho. U futa tek Maku dhe duhej të rezervoje për të bërë një takim për të bërë make-up. U futa tek ky vintage shop dhe u ndjeva shumë keq kur preka këto xhaketat se ishin lëkurth dhelpre origjinale. Më erdhi shumë keq domethënë dhe edhe nëse do kisha shumë para nuk do e blija një xhaketë origjinale. Më duk sikur kam veshur një dhelpër. Ajo xhaketa ishte vetëm 64 pound, ja vlente që ta bleje, por të jepte një ndjesi shumë të keqe, domethënë. E bëra një xhiro nëpër dyqan siç e kam në zakon. Mezi kam gjetur vende të qeta pa njerëz që të vendosja kamerën, sepse Londra është shumë e tmerrshme për telefona dhe unë çuditem se si unë akoma kam një telefon dhe kam 5 vite që jetoj në Londër, sepse njerëzit ankohen për vjedhje telefonash, për vjedhje portofolash. Falenderoj Zotin deri më sot akoma s'më është vjedhur asnjë gjë. Edhe pse kam dyshim për një varse, po nuk jam i sigurt nëse kam lënë në shtëpi apo më ka humbur në Stratford. Gjithsesi këto xhaketat më bënin të mëdha, siç po e shikoni edhe vet, nuk është se ishin shumë të mira, dhe shikojeni pak reagimin tim kur unë prek pellushin. Pak sa pa më të përshëta. Në fakt kur vura telefonin këtu, u ndalua një taksi edhe më tha kujdes telefonin se do ta marrin. Shut it down for Palestine! 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 Say shut it down! Shut it down! Shut it down! Gjëja më e bukur që pash sot ishte festa e Palestinës, pa çka nuk ishin shumë njerëz. Gaftonin ato që ishin. Thoni ju pse nuk u bashkova. Në fakt duhet kryej të video dhe të shkoj te fëmia. Mundova shumë që të kapja një pjesë nga lartë. Se shkërkova dhe nder nga një restorant dhe të nuk isha rezervuar i tash vetëm që atë në gjithësaj pjesë nga një nga lartë. Dhe lejuar të të shok. Por, nuk e ka padot se nuk ishte pjesë të parë qka dhe i lokal ishte po një edhimon anë e balkonit tjetër ishte rezervuar private. Më lini një koment dhe më thoni, a mendoni dhe ju që është një magji e vërtet kjo zbukurimi me ëngjëj? Unë personalisht mezi e pres dhjetorin që të shkoj të shoh ëngjët, e ta mendoni që unë shkoj shoh vit për vit
ëngjët për festa. Që kalojnë në me 1 pound e 80 pikë, do të thënë, dhe nuk keni nevojë të rezervoni ato autobuse. Vetëm nëse doni atë atmosferën me muzikë dhe mos të keni këtë çatim. Por që nëse doni të kurseni, why not? Do të thënë është një mënyrë e mirë që të vizitosh Londrën me autobus më lirë. Gës në Regent Park. Gjetëm babagjyshin. Ta tregëve? Ke pemë këtu? Kisha fëmijët me vete do knash. Aniti, se Lea kishte frikë. Ka shumë fani, tani. Tha, që do dhurat, tha për vitë në rrë, ta shdu shumë lek. Tha, sa le doj, ta 1 milion pa. Kur i ka që për avotë, tha, do i supporta për sa ta klasin, zori dorë. Dhe shumë 2 lek për vete do t'japte. E bëra të bërte dhe Shqiponja, në? Jam njësër për London Bridge, ju marrë me vete. Si që fa. Se, vetëm, po, unë si jam dhe aqë vetëm, jam me juve. Me 7.900 veta që më ishte. Këtu kam qenë duke folur dhe po shikoj se zëri nuk është shumë i pastër dhe nuk dëgjojmë shumë, ka shumë muzikë dhe vendosa ta bëj voice over. Këtu po ju thoja që rrugës për në London Bridge e mora në këmbë komplet zonën e parë edhe përfundova në Trafalgar Square. Dhe thash, okay, është pema më e përfolur ndër vite dhe shahet shumë në për komente. Edhe mendova do ndaloj një minutë këtu, t'ju tregoj këtë marketin e vogël në Trafalgar Square, t'ju tregoj edhe pemën, sepse dua t'ju tregoj historinë që ka pema në vetvete. Doja të dija sa nga ju e dini historinë e kësaj pemës këtu, edhe dua t'tregoj tani pemën, se si duket, pra për këtë arsye shahet, sepse ka vetëm disa drita dhe kjo është një pemë natyrale e dhuruar nga Norvegjia për shtetin anglez, për shkak sepse i ka mbështetur në luftën e 2 botërore. Tani më thoni, sa veta nga ju e mësuat sot këtë informacion nga unë dhe sa nga ju e dinit këtë informacion. Atëherë, ndërkohë që po bëja këtë video, një vajzë ishte shqiptare, i folin mamit vetë, dhe nëse ti po e shikon këtë video, mos bëj gjeste të tilla anymore. Kërkund në botë, sepse ishte ashiqare që po fliste për mua dhe faktikisht nuk ja vura shumë mendjen për shkak se nuk më interesoi shumë se çfarë i tha, po vetëm më interesoi gjesti që bëri në momentin që më pa mua. Nuk janë të ishme disa gjeste. Me të vërtet mund të më njihni, mund të keni parë në TikTok, në YouTube apo diku në Instagram, por nuk është mirë dhe nuk më vjen mirë kur ju përqeshni ose flisni në atë lloj mënyre. Bëjeni të padukshme gjën. Okej, këtu jemi rrugës për në London Bridge, edhe thash, do e filmoj këtë pjesën deri në London Bridge dhe ua kap të gjitha dritat dhe sa bukur që duken këto zanat kështu me yje. Pra me këtë pjesën këtu ju tregoj se nuk ju duhet një rezervimi veçantë me autobuzat e turistëve për të parë Londrën nga lart dhe për të parë yjet ose dritat nga afër. Xhami është pak i pisët sepse nuk është xhami e telefonit tim, po është xhami i autobusit. Shikojeni pak sa magji. Oh my god. Unë jam shumë e dashuruar me Londrën në kohë. Thani ti heshim pak të çizmet se na lodhën. Heshim atletët se më dhimin këmbët dhe nuk e vazhdoj dot video. Tani këto le t'i fusim tek çanta. E të shumë atletët rrafsh. Autobuzat që ju i paguani, pra turistët i paguajnë shumë lehtë. Mendoj se nuk ja vlen, tani ngrin ty për shati lart. Ngrin. Nga këtu mund të shikojmë edhe Sharden. Tu, para 3-4 vitesh ka qenë bukur, t'ju them drejtën, sepse kam bërë ca foto për në Instagram, që i kam realizuar. Dhe si vjet nuk pas kanë ndrizur këto dritat këtu, ose ndoshta akoma s'ka shku ora, po ora 10 e natës tani që po ngjitëm këtë video. Dhe t'i kishin ndezu këto drita, do bëj magji shumë bukur. Sigurisht janë mbyllur, por ditën është shumë bukur këtu brenda, ka dhe suvenire. Vite më përpara ju kam bërë një tor të kësaj
kalas këtu dhe historikun e saj. Nuk e di nësa kam mbyllur si video, por ndjekësit e mia të vjetra e di shumë mirë për çfarë po flas. Kjo zona këtu janë këto kopat kështu, por dhe u bë një vlog në Camden Town i keni pothuajse kështu. Këto kopat këtu është shumë bukur. Pra është një ambient shumë i bukur. Kishim mbyllur rrugën këtu te Kalaja, pra ku është për të marrë anije, dhe nuk di nga ti bie për të vajtë në London tek Tower Bridge. Është dhe ftohtë, është dhe ora 10. What can I do? Në Tower Bridge dhe aty sillja, po në fillim vitës kam thënë London Bridge. Nëse. Kjo ka qenë. E gjithë bota e njeh si London Bridge, po kjo është Tower Bridge. Ardhur nga ana tjetër. Nga kjo ana këtu, nuk është se duket perfekt kjo pjesa, por është okej, se natën disa rrugë ishin komplet të mbyllura, edhe nuk lejohet kalonin. Ishte mbyll punën, ishte mbyll rruga. Sorry. Kam ardhur për të parë këtë nga fundi botës. Nise, shikoni pak se interesante është hyrja e këtij marketit këtu. Doa të putem të marrë ca churros, por s'munda. Më nga larg, thua, o, sa e bukur si e kanë arrit ato dritat ashtu. Nuk shën ka pemë, e vërtet. Shikojeni pak të marketin që është bërë këtu, sa bukur. Këto po mbyllen tani në fakt. Unë s'kam qenë asnjëherë në sezon të dhjetorit këtu në London Bridge, por që nga shumë cute, që nga shumë mirë. Ja, për shumë këtu bukë kam bukë me qofte. Ta marrë një, pëta pyese, a janë me dë? Qoftet. Janë hot dog në fakt, ta shojmë. A mund të ham një? Dhe dhe mora një hot dog këtu me fiq. Tani le ta ham një si kjo, se kam gjithë ditën pa ngrënë, gjithë ditën rrugëve, gjithë ditën po ingjizoj. E në asë gjosë dritë s'po nxjerrë. Nëse kishte një ushqim më të keq që kam ngrënë ndonjëherë, ishte ky hot dogu këtu. Nuk pëlqeu fare, si sugjeroj të merrni gjëra në këto marketet në fakt. Si kanë çmimet në stratosferë, por shërbimin e kanë zero. Okej, do thash, ishte duke u mbyllur, kështu që ma bëri dhe këtë gjë. Nuk ishte mbyllur. Dhe salçiçja nuk ishte mirë, ishte sigurisht në plastik. Të mos kem ngrënë derë, se unë nuk di ta ndaj mishin, t'ju them drejtën, që good luck to me. Ja, të shkoja në shtëpi tani. Dhe e kisha treni nga ana tjetër. Por që të shkrim të gjitha të salçiçën që hëngrëm, të ngjisim këtë shkallë. Të bëjmë një super haul dhe do e vazhdojmë me këtë tripodin këtu nga Temu. Ishte goxha i mirë, unë e kam përdorur tashmë. Edhe prandaj po a tregoj të parin se dua të vendos telefonin të. Në fakt është selfie stick, ishte kështu. Por kishte një defekt vogël që nuk ngrente dot iPhone-in, ma rrotullonte pak. Kishte edhe këtë këtu që lidhej direkt me telefonin. Kam bler produkte se mendova se do ikem me pushime. Kam gjëra që kam bler për pushimet. Por kam bler dhe gjëra mikse që më duhen për tani. Si fillim është bluzja që kam veshur në këtë video, kanatierja, dhe që do ta mbaj se më pëlqeu shumë. Bëjmë unboxing rroba që kishin për pushime dhe që nuk do shkojmë në pushime për shkak se na ndodhen ca gjëra dhe dolën ca probleme dhe nuk mund të shkojmë. Okej. Mirë që na dolën ato problemet edhe do kthej këto. Se nuk kanë kohë që të pres derisa të vinë këto tjerë. Shikojeni pak sa të mirë pas kanë ardhur. Por janë super të vogla. Lejas nuk i bëjnë, unë me mendjen time unë kam porosit size 4, këtu më kanë ardhur 16-a, të paktën leja është 21, nuk është 16-a, nuk është bebe, është rritur. Shkoj pak sa cute që janë, i mora për në dëbor, se kishim bërë plan që të shkonim në një vend me dëbor. Them vetes, të lutem mos fol për gjërat dhe planet e tua, përsëri flas, dhe sa herë që flas shkatroj çdo gjë.
Më shkatru çdo gjë që unë e kam folur. Çash kjo? Është një gjë e zezë, dhe të shon çash. Nuk i mbaj mend se kam porositur aq shumë dhe kam shumë kohë që po porositur. Këtë e kam marrë për bebushën time, e kam marrë për karrocën e Kataleas, që ti mule këmbët, sa ajo rri pa çorapet, paktën të rri këtu. Po me. I del, shpresoj ti bëj karrocës një herë. Prapë për karrocën e Leas, është bërë shumë ftohtë një herë. Edhe më ngrin duart në një herë, edhe rritu ja bë kështu. Kam marrë këtë këtu. Ideja është këtu, që të fus duart këtu kur shty karrocën. Shikani pak që kam marrë. Dhe që se kam plata këtej, se nuk do vetëm të borë. Ua, ta kisha ditë e kisha marrë sonte. Shikoj pak se e bukur. Am shkej ka? Po. Ha? Po, me atë të fezën. Shumë e bukur. E kam dhe një të bardhë. Këtë i kam blet 2 copë. Kush tjetra? Apo kam blet një? Një më duket se kam blet nga që e kam bardhën. Kam bler dhe streqe të tjera. Streqe, geta, qanë këto. Unë jam shumë e fiksuar. Nuk dua të mbërdhi. Jam robi mërdhifë. Edhe këto. Shikojni pak sa të mira që janë. Super. E po tu. Pa, ma je pak të lutë të trekori njerë se. Ja. Se kam pak për autobus. Ja. Kur të shty karrocën e Leas. I kam dur të ngrohtë. S'tem më jo nuk të dalë. Se them na i herë unë. Në të qenë të ngri, të vdek, me qenë të vdek në spital atje, them prit sa të dali qik gjiro, pastaj le të des një moment të di. Kjo është një shall, një super shall. Shall bardhë, më duaj. Një shall një ngjyrë, kam vetëm me ngjyra. Po, më duaj. Pse ta blej unë 10 pound? Shumë i mirë. Do bëhet gjithë kokra, po s'ka problem, se ashtu më është bërë dhe i Primarkut, ashtu më është bërë dhe i H&M-it. Këto lloj materiale bëhen kokra, ashtu më është bërë edhe paltoja që kam ble, s'disa lek që kam këtu majt kokës. Këtë kam marrë për nitin edhe Katalean, këto ndoshta do i kthej, do thonë ju pse, do i kthej se Katalea dhe Aniti nuk i mbajnë. Tani të hargjosh lekot, i thuhet kësaj, dhe unë ja mora më shumë për atje, që do isha justifikimin që është ftohtë. Shkojnë pak sa ngrohtë që është kjo. Është kështu shall, edhe vendoset qafë që mos t'i bie, edhe kjo për veshët kështu. Fix për bori, pata Bugatti. Nuk e di, ndoshta dhe janë barë. 2-3 palë kështu, më kanë ngel aty në setar. As Katalea si mban, ja bleva dhe një kapuq, thash hajde. Se mos i mban, ajo e emocionuar, kishin qenë ditë të pare, e bajti një ditë? Një ditë, jo. Këtë setin e ka marrë që ta bëj meqe me Lea. Shkojnë pak sa kjo që është. Kjo këtu, pantalonat, këtu do e mbaj. Kjo këtu edhe të vishemi në i ditë të dyja. Meqe, se ka marrë dhe për veten time, se ka marrë vetëm për Katalean kështu. Shkojnë pak sa që është kjo. Edhe materiali nga brenda. Ngrohtë. Kur dalim në ditë në darkë që bëjë një video në kështu me kalamajt, ja vesh djalit edhe e mban ngrohtë. Ja ka marrë këto dorezat për kalamajt. Për Lea në fakt. Ka marrë këtë këtu, tamam për të borë. Mundësish me vjetë në i bank mirë. Me vjedh në i bank? Hajdu t'jon taj. Look at this. Si një real leopard, si një leopard i vërtet, shumë bukur. Të veshkat kështu. Pas ka marrë streqe. Jam bush mirë. Të trasha. Që t'i vesh atje, mos të mërdhi. Sa i natë më vjen që do i bëjmë të pushimet. Kam një 4-5 vjetë që i kam si dritë e syve që i planifikoj itit, për vit asnjëherë së shkojnë. To qizlet për Anitin. Shkojnë pak sa të ngrota. Nuk është se ka në aron fabrike, si që kam përgjithsi temu. Pas kam përësit një lip tint, t'i bëjmë prof këtu me ju tani këtë. Pas ka njerë.
Këto që na kanë ardhur se presim akoma. Sa nice më rika, dukem shumë cool. Hey. Hi, jam Fationa nga Pesma. Pas ka ardhur plasmasi i karrocës. Kështu që ka e palos shumë. Këtu për aerosi. Që jaha. Ka dhe këtë zingjirë këtu. Në hapë ditare. Në që ka ta lea s'ta mba një herë, po hajtë më. Të kështu. Qa outfiti. Syzet e bardha. Shallin e bardh edhe këto. E ne, edhe do vishja e di një veshje të zezë komplet. Prit ta shoha ka ardha për s'ka ardhë të ke përësia këtu. E ne do dilja në foto. Si VIP atja. Ti dhe jam i kompania. Qile. Kjo kompania? E këtë shkujtur të Lapa. Ku është Lapa? Qile. Qila. Qilaj. Varë këta për leja dhe ambajka. Se mi ka kërku. Po pëse që kanë si të apo i kështu që e kanë këta. Po këto s'rri ka në shok. Kanë bëjë dhe një qikë si shtrejnë këta, se kishin këta. Ashtë dhe. Mos në mërdishin veshët kalamojve se do dukshin këto interesante, edhe nuk do t'i ishin. Ti ishin këtë? Ua, funksiono ka. What is this, my friend? Oh, look at this. I like it, Picasso. Very good, very nice. A jeni gati? A jeni gati? A jeni gati? Të veshim. Ka një dërgoj që për këta hollin, no? Dhe të rëgoj dhe veshjet. Qa tjetë për të vesh dhe me thonë nga ana ime? Dua të rëgoj. Se tha mu që në blasi gjë. Ku bëj mua ato? Po për ty ka marrë se jam për adult. 3 gisht. Një gisht ka. 3 dashka. Dashka dhe 3 gishta. E një gisht. Ka ardhë veshja ime në gjyrë vishnje. Look at this, my friend. I love them. Nuk kanë ardhë tamam si ngjyrë lejas. Po që qa rëndësi e ka, me rëndësi që janë vishnje. Gogjat mira. E kushta që do t'i kthej. Shqyqy që kishte qenë ai justifikimi i pushimeve dhe kam bler 2 rroba tajrit. Kam marrë lastiqe, tani e kena ndarë mondja. Kam bler gira 15 kilshe, stik. Kurse këto janë copë. Edhe ato lastiqet më rrotullohen në presin common dhe nuk i bëj të ushtrimet e plota. Kështu që me këto kemi shpresë. Mbeshse. O, zotë, sa bukra janë. T'ja provoj nesër shtërnitit, a i bëjnë aja. Që kanë gogjat trasha këta. Lok. Pritë se s'fa të regova unë. Shanit e imun jo. Shikojni për pantalon, gjinset e nitit. Sa të ngrota nga brënda. E sa dhe i veshja niti këto? 2-3 muj. E në pësta në kosh. E t'ja blia unë 30 pound. Për 3-4 muj, që i vesha niti? Jo, më në qanë. Shipe. Tak. Perfect. E në mos më shkruni atje me një të larë bëhen zhull. Shumë të mira janë robat e Temus. Unë për vete personalisht i dashuroj. Nuk më ka dalë as i gjë e keqe. Një qa, do t'ju them që ju dua shumë. Mos harroni të shtypni subscribe, like dhe share. Me të vërtet jam super e lodhur. YouTube është një punë me kohë të plot. Vlerësojeni. Ju puth fort.